Kryetari I komunës së Bogovinës Hasbi Idrizi ka ndruar jetë pas plagëve të marra pasi që sot është qelluar me armë zjarri nga Qenia Bazi, 53 vjeçar nga fshati Bogovin, në një lokal në afërsi të komunës së Bogovinës. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, në orën 10:45 Idrizi është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës me shumë plagë në trup të marra nga një armë zjarri, pas së cilës nga mjekët është konstatuar edhe vdekja e tij. Ngjarja si ka paraprir një zënk verbale mes Hasbi Idrizit dhe Qenia Bazit, e cila më pas ka eskaluar edhe në përleshje me armë zjarri. Dëshmitarët okular rrëfejnë se vrasi ka gjuajtur me armë zjarri 6 herë mbi kreun e komunës së Bogovinës. Menjëherë pas kësaj, Qenia Bazi është vetë vrarë, duke qelluar me armë në pjesën e përparme të kokës së tij. Ai me automjet të ndihmës së shpejtë fillimisht është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës, prej ku për shkak të seriozitetit të lëndimeve është transferuar në qendrën urgjente në Shkup, ku edhe ka ndruar jetë pasi që gjendja e tij ka qenë kritike dhe nuk ka mundur t'ju rezistoj plagëve të rënda që ka marrë nga arma e zjarrit me të cilën kishte shkrepur një plumb në kokën e tij. Hasbi Idrizi ishte kuadër I Bashkimit Demokratik për Integrim, I zgjedhur për kryetar të komunës së Bogovinës. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se janë të tronditur thellë nga lajmi për vrasjen e antarit të partisë së tyre dhe kryetarit të komunës së Bogovinës Hasbi Idrizi gjatë kryerjes së punës së tij zyrtare në shërbim të qytetarëve. Zemrat dhe mendjet tona në këto momente të rënda janë me familjarët dhe dashamirët e Hasbi Idrizit, qëndron në kumtesën e BDI-s. BDI-ja fton institucionet që të zbardhin motivet për këtë vrasje, e cila sipas tyre nuk ka qenë e paprovokuar në asnjë mënyrë. Ndryshe, Hasbi Idrizi është lindur më 21 mars të vitit 1959 në Bogovin. Shkollën fillore e kreu në vendlinje dhe shkollën e mesme të ekonomisë në Gostivar. Në vitin 1985 diplomoi në Fakultetin Ekonomik në Prishtinë. Ka punuar si kontabilist I autorizuar prej vitit 1985 deri në vitin 1995. Pastaj deri në vitin 2000 ka qenë kryetari I Këshillit të Komunës së Bogovinës. E gjatë periudhës 1998 deri në vitin 2000 ka qenë drejtori I Fondit për rrugë lokale në komunën e Tetovës. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 për herë të dytë u zgjodh kryetari I Komunës së Bogovinës, ndërsa në zgjedhjet lokale të vitit 2013 ai sërish fitoi bindshëm postin e të parit të kësaj komune si kuadër I Bashkimit Demokratik për Integrim, post të cilin e ushtroi deri ditën e sotme.